Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka thyer heshtjen lidhur me debatin për zgjedhjet në Tiranë. Ai ka qenë i ftuar në Top Story ku ka treguar për herë të parë se pse vendosi që të shpall datën e zgjedhjeve edhe për kryeqytetin. Ndonse Erion Veliaja ka ankimuar në kushtetuese çështjen, presidenti Begaj tha se ka ndjekur të gjithë rrugtimin kushtetues dhe procedurat juridike që respektojnë kushtetutën për shkarkimin e Erion Veliajit, si edhe për dekretimin e zgjedhjeve të parakoshme në Tiranë. Begaj shtoi se duke respektuar çdo parim kushtetues, ai ushtroi kompetencën e tij për nxjerrjen e dekretit për zgjedhjet e parakoshme. Unë mendoj që nuk mund vendoset balans në gjykimin midis dekretit presidentit dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Patjetër që kryetari i bashkisë është shkarkuar me VKM nga kryeministri pas propozimit bërë nga Këshilli Bashkiak, i cili me votat e pozitës dhe opozitës gjeti si shkak ligjor mosparaqitje në detyrë, shkak ligjor që është trajtuar gjerësisht në media. Po kështu qeveria nga ana e saj në vendimin e shpallur merr në analizë si shkak, jo shkakun politik lidhur me nenin 115 kushtetutës, e cila thot për shkelje të rënda të kushtetutës dhe ligjeve, por thot që shkarkimi nga detyra i kryetarit bashkisë është bërë me motivacionin e mosparaqitjes në detyrë. Pra kemi të bëjmë me nenin 62.c. Patjetër që kjo dilemë është konsultuar me ekipin tim dhe ja marr në analizë çdo pretendim në media apo i palëve të caktuara, i cili pas një diskutimi tepër aktiv më siguruan që duke respektuar parimet kushtetuese, presidenti duhet të ushtrojë kompetencën kushtetuese për nxjerrjen e dekretit për zgjedhjet parakoshme. Patjetër, me nxjerrjen e dekretit për zgjedhjet e parakoshme nuk i është mohuar e drejta palëve për të çuar në instancat ligjore çdo pretendim të mundshëm, por gjykata kushtetuese shprehet me vendim dhe një vendim i tillë me sa di unë akoma nuk është marrë, thot Begaj. I pyetur se a ka konflikt institucional, presidenti përgjigjet: unë nuk mund të aludoj mbi vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjykata është në të drejtën e saj të zbatojë detyrimin ligjor. Ajo që ne sigurohemi kur nxjerrim një akt është që të marrim parasysh çdo pretendim. Dhe nëse ky akt i presidentit do të shkojë në një instancë ankimore apo ligjore për të mbrojtur qëndrimin tonë në çdo rast, thot Begaj.